Okej, në industri rudhizmo nuk fiton ai që punon më shumë, fiton ai që ka teknologjinë më të mirë. Me Simak Albania ke akses në makineri industriale të avancuara për përpunimin e drurit dhe metalit, plastikës dhe materialeve moderne. Teknologji italiane nga lider europian, instalim, asistencë dhe mbështetje e plot. Mos puno me limite, investo në performancë. Simak Albania, teknologjia që rrit prodhimin. Mrekulli, dhe ndërkohë që Mateo ti duhet ta kesh parë që në gjithë eksperiencën time në gjithë këto vite dhe në eksperiencën që kemi pas bashkë, duhet ta kesh parë që kur nuk mund të kem bërë replika publike ose shpjegime publike, sepse asnjëherë s'ka qenë e nevojshme për ta bërë diçka të tillë dhe asnjëherë s'kam djerë se mund të jetë e nevojshme të sqarojmë dikujt. E vërtet. Megjithatë, për sa i përket një komenti që është dhënë në intervistën e fundit që është bërë me Romeon dhe pati një efekt publik dhe pati disa mesazhe që erdhën, ndjej nevojën që të sqaroj së pari personin dhe së dyti një publik më të gjerë se vetë personi. Bëhet fjalë për një koment që Heidi ka komentuar në një emision tjetër që merr pjesë, ku përse përket intervistës me Romeon është thënë, ndërkohë që unë kam pyetur Romeon që sa kohë qëndruat pas daljes nga Big Brotheri bashk, Heidi e ka marrë një komentimin që unë i kam thënë Romeos 2 orë, një batut dhe ka marrë atë komentin, ndërkohë që ka sigurisht ndër komentet tjera që ka thënë për sa i përket marrëdhënies me vetë Romeon, që i përket pikërisht Heidit dhe Romeo si marrëdhënie, por personalisht duhet thënë që unë kam identitetin dhe fytyrën time dhe Romeo di shumë mirë diçka tillë dhe kur nuk ka kërkuar që të ironizoj apo sulmoj ose bëj batut në lidhje me atë gjë. Heidi ka thënë gjithashtu që ne të dy nuk na njeh, nuk e ka fare idenë se kush jemi ne. Dhe Heidi do doja t'i thoya këto gjëra që e para është mirë që kolegët tu t'i njohësh, Shqipëria është shumë e vogël për mos njohur se kush janë kolegët tu. E dyta, nëse nuk na njeh, lehtësisht mund ta kishe të vërtetueshme se kush jemi ndërmjet kolegëve tu, e prorëve tu që na njohin dhe i kemi intervistuar në të kaluarën. Dhe them se duhet i njohësh kolegët tu, jo për ndonjë gjë të rëndësishme përveç faktit që të kuptosh kontekstin e se si mund thuhet diçka. Nëse s'na njeh Heidi, ne po të prezantohemi, sigurisht batutën nuk e ka bërë Mateo, batutën e kam bërë unë. Po të prezantohemi që jemi dy persona që kemi nisur shumë herët. Unë personalisht e kam nisur në radio kur mbase ti duhet të kesh qenë shumë e vogël dhe justifikoj që nuk e di se kush jam. Ka punuar në disa nga radiot më të mira në Shqipëri, kam qenë zëri i disa prej radiove më të mira në Shqipëri dhe televizioneve në Shqipëri. Kam punuar në një media që ka qenë risi për kohën, InTV dhe Med sollën një mënyrë të re të bërit të mediave, para se të dilnin Instagramet dhe influencerët dhe kët. Kam punuar në televizione ndryshme dhe në projekte ndryshme. Për kësaj eksperience kemi prezantuar së bashku me kolegun tim një format shumë të rëndësishëm shqiptar si Kënga Magjike, si Dancing with the Stars, dokumentare, formate nga më të ndryshmet e të tjera me radhë. Sot që ti Heidis më njeh, unë prezantoj një podcast përveç kësaj që po bëjmë sot dhe që e pranua me shumë dashuri dhe me shumë dashamirësi projektin e prezantuar nga Romeo për shkak të vizionit që ka, për shkak të identitetit që ka, për shkak të karakterit që ka dhe për shkak se na lejon pikërisht që të jemi vetvetja dhe në të vërtetën tonë. Por sot gjithashtu kam një podcast që me shumë mundësi mund të ketë një shikueshmëri më të lartë dhe se emisioni që bën ti prandaj është deri diku hipokrite që të thuash që nuk e di se kush jam. Megjithatë ka pak rëndësi të dish se kush jam unë, se qëllimi nuk është që të krahasohem me askënd, qëllimi është vetëm për të ditur që një njeri me 15 vjet ose 20 vjet eksperiencë në media, kur ka intervistuar qindra persona dhe ka bërë dimensione të ndryshme të intervistimit dhe gazetarisë apo moderimit, të mos ketë etikën minimale, sa që të nënkuptoj, se me sa kuptova unë 2 orë, pra batuta që unë bëra për Romeon. Ishte qartë një batut. Ishte një batut që tregonte mungesën e kozgjatjes të marrëdhënieve që lindin në reality show dhe asgjë më shumë. Sigurisht, me sa kuptova, Heidi ose një pjesë tjetër e komunitetit ka menduar që unë kam nënkuptuar që marrëdhënia e Romeos dhe Heidit ishte thjesht një marrëdhënie seksuale dyorëshe. Gjë që është shumë e përshtirë të mendohet dhe të përdoret dhe të thuhet kur sikurse thash një publik i gjerë e di që ajo marrëdhënie ka pas një respekt dhe një vimësi edhe për te Big Brotherit,
kur nga Romeo janë dëgjuar fjalët më të mira dhe kur personalisht në fakt çfarë është e vërteta dhe në intervistën që u bën nuk ndjeva asgjë tjetër përveç se një përgjigje diplomatike. Më duket absurde që njerëzit të viktimizohen kur njihen pikërisht për këto marrëdhënie që janë ndërtuar në sytë të gjithë shqiptarëve dhe që është më se e pritshme që dikush do pyes dhe normalisht çdo kush mund të ketë interes nga bota gazetareske, por edhe nga bota publike që të di si dhe pse përfundoi. Kështu që deri këtu s'ka asgjë të çuditshme. Unë Heidin personalisht e respektoj, domethënë nuk e njoh personalisht, por për çfarë ka bër kam respektin maksimal dhe dua ta siguroj që përveç se jam një gazetar i vjetër dhe një njeri që di të dalloj shumë mirë etiketimin me batutën, jam gjithashtu biri një nëne, jam gjithashtu partneri një gruaje, jam gjithashtu babai një vajze dhe historikisht në të gjithë udhëtimin tim mediatik kanë qenë pikërisht këto gra që më kanë kritikuar dhe do më qortonin automatikisht nëse do ndjenin se kjo batutë vinte nga copza dhe nga pjesë të errta të bërit humor dhe dashakeqës. Por absolutisht gjithë ata që më njohin nuk dhanë absolutisht asnjë reagim, nuk dhanë absolutisht asnjë lloj kritike sepse e dinin shumë mirë që batuta ishte orientuar në këtë lloj forme. Pastaj, mendoj në një shoqëri që ka plot halle, ka plot probleme, ka plot gjëra për të marrë dhe vëmendja duhet orientuar pikërisht aty nga ca njerëz që janë me fat mirë do thoja unë që kanë mundësinë që të ngrenë zërin për kauza dhe çështje që janë më të rëndësishme se sa lidhjet dhe ndarjet. Më duket arrogante dhe nuk është hera e parë që brenda atij emisionit jam përmendur dhe nuk e kam përmend kurrë edhe nga kolegu jot i dashur. Thjesht sepse nuk dua të bie në nivele diskutimesh qesharake kur media ka për qëllim argëtimin, informimin dhe pjesërisht dhe edukimin. Gjithsesi do t'i thoja Heidit ose kujdo Heidi tjetër që mendon se influenca dhe pesha e çdo kujt që punon media dhe unë ta them me siguri që në mediat shqiptare kanë shumë z dhe shumë k, ca njerëz që nuk kanë prodhuar asgjë dhe nuk po them se është Heidi ai rast, po gjej rastin të marr shkas nga Heidi, të cilët fatkeqësisht influencojnë për keq apo i japin rëndësi gjërave që s'kan as pak rëndësi. Ndërkohë që në mediat shqiptare fatkeqësisht ka njerëz të jashtëzakonshëm që janë pas kuintave, që kanë informacion të jashtëzakonshëm, që kanë talent të jashtëzakonshëm, vullnet të jashtëzakonshëm dhe fatkeqësisht mediat tashmë tradicionale shqiptare u japin rëndësi muhabeteve të ndarje lidhjeve dhe të k-ve në Instagram dhe të degradimit në tërësitë të moderimit dhe të gazetarisë shqiptare. Për Heidin apo për çdo tjetër që mund të jetë kurioz, nëse njësia matse që ka pjesëmarrja në formate të ndryshme reality për të shtuar influencën e ndjekësve në Instagram, atëherë unë them se Heidi është në radio pikërisht për një influencë ndërtuar në këto reality, ndërsa mua këto reality më kërkuan për të qenë pjesë pikërisht prej profesionit dhe investimit dhe karrierës time që kam bërë në radio, edhe pse janë refuzuar më shumë se një herë. Dhe këtë mund ta vërtetojnë e prorët e tu Heidi. Thënë gjitha kjo, do të uroja shumë suksese dhe uroj që të kuptosh që fakti që ndihesh keq për diçka dhe nuk po të fajsoj për faktin që ndihesh keq në lidhje me çfarë do gjëje, nuk do thotë që ke të drejtë as të akuzosh, as të qortosh, as të etiketosh dhe as të emërosh me dimensione se epitete nuk vendose, po dimensione të ndryshme njerëzit a thua se ka ndonjë qëllim të caktuar kundrejt teja apo kundrejt kujdo tjetër. Unë uroj shumë suksese në udhëtimin tënd profesional, sikurse ju uroj dhe gjithë juve që na ndiqni në X Media. Ne do takohemi sërish nesër apo jo? Po, takohemi nesër në orën 7. Kalofshi bukur edhe miru takofshim.